Dhjetori i vitit 2025 ka shënuar një rritje të fortë të lëvizjeve në pikat kufitare të vendit, duke reflektuar intensifikimin e udhëtimeve si nga shtetasit shqiptar, ashtu edhe nga të huajt. Të dhënat zyrtare tregojnë se vetëm në këtë muaj, mbi 1.5 milion persona kanë hyrë në Shqipëri, shifër më e lartë krahasuar me një vit më parë. Rritja ka qenë e balancuar si nga shtetasit shqiptar, ashtu edhe nga të huajt. Shtetasit shqiptar rezultojnë të kenë hyrë në territorin shqiptar mbi 844.000 herë, ndërsa rreth 699.000 hyrje janë regjistruar nga shtetas të huaj. Ndërkohë bilanci 12 muajve tregon një vit rekord për qarkullimin kufitar. Nga janari në dhjetor 2025 në Shqipëri kanë hyrë gjithsej 20 milion persona, 6.6% më shumë se në vitin 2024. Gjatë gjithë vitit rezultojnë rreth 8 milion hyrje nga shtetasit shqiptar dhe 12 milion nga shtetas të huaj. Sa i përket profilit të vizitorëve, ai mbetet qartësisht europian. 97% e hyrjeve të shtetasve të huaj kanë qenë nga Europa, kryesisht Europa jugore, e ndjekur nga Europa perëndimore dhe Europa veriore. Sipas qëllimit të udhëtimit, pjesa më e madhe të huajve kanë vizituar Shqipërinë për qëllime personale, pushime ose vizita tek të afërmit.